أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله falënderimet e lavdërimet e lartësimit të takojnë vetëm atij Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithësisë, krijuesit të çdo gjëje, sunduesit të gjitha botrave, sunduesit të zemrave dhe shpirtrave tonë. Atë Allahun fuqiplot e falenderojmë për begati dhe mirësi të shumta. Begati dhe mirësi si që shëndeti, familje, pasuria dhe begatia dhe mirësia më e madhe me do e mos ajo është udhëzimi. Me do e mos ne si besimtar e falenderojmë Allahun fuqiplot I cili na dha mundësinë, shansën që ne të shoqërohemi në shtëpitë e Allahut xhamit dhe ne të synojmë, kërkojmë dije dhe synojmë dhe kërkojmë që ta plotësojmë përsosi moralin e edebin tonë. Duke marrë nga edebi apo enciklopedia apo nga burimi më I mirë I moralit e ish pejgamberit sallallahu rabbi wassalamuhu alayhi. Shkurtimisht duke përkujtuar së pari veten dhe njëri tjetrin me atë që kemi thënë në mexhlisin apo ndjenjën e kaluar apo ligjëratën e kaluar, ne kemi përmendur kapitullin e 16 ish kapitulli ku Imam Buhariu e ka quajtur Bukaul Walidain, të vajtojnë apo të qajnë prindërit, dhe I ka shënuar 2 hadithe me do e mos të dobishëm. Ai është I pari ku Ibn Umeri radiallahu anhu, Abdullah ibn Umar, thot se Bukaul Walidain min al-uquq wal kabair. Thot se vajtimi apo qarja e prindërve është nga mëkatet dhe është nga dënimet. Dhe pastaj Imam Buhariu ne kemi përmendur hadithin e 32 të kapitullit tjetër, është bab da'watul walidain, kapitulli I cili flet për lutjet, duat e prindërve. Dhe me do mos në këtë kapitull I ka përmendur, I ka shënuar 2 hadithe, kurse në të parin ka shënuar vetëm 1. Në këtë kapitull ka shënuar hadithin ku thot se Abu Huraira radiallahu anhu ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka transmetuar dhe thot: "Thalathu da'watun mustajabat", janë 3 dua të cilat ai Allahu fuqiplot I pranon pa kurrë dyshimi. E para është da'watul madhlum, duaja e atij të cilit është bërë pa drejtësi, da'watul musafir, duaja e musafirit, dhe da'watul walidain ala waladihima, dhe duaja e prindërve për vladin apo fëmijën e tyre. Hadithi I dytë apo hadithi I 33 më radh, ai është hadithi të cilin ne kemi përmendur, jemi shoqëruar me të, është hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar për rastin e Xhurejxhit, ku shkurtimisht do të flasim, do ta përkujtojmë, ai është ku Xhurejxhi ishte një person I cili jetonte disa vite apo disa shekuj më para pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk e dim saktësisht kur, por ishte një njeri besimtar I ndershëm dhe ishte në faltorin e tij, dhe në një moment erdhi nëna e tij duke I thënë ja Xhurejx. Dhe duke thirrur Xhurejxhin, por Xhurejxhi nuk u përgjigj nënës së tij as herën e parë, as herën e dytë, as dhe herën e tretë të fundit, dhe nëna e tij bëri një dua apo ulemaja tregon dhe thotë se ai është mallkim, ku tha o Xhurejx, do të vi dita ku do të shohësh në fytyrë një grua të pandershme. Dhe subhanallah, pas një kohë jo të dhe gjatë, ndodhet një rast ku një grua e pandershme lind, dhe mbreti thret dhe thot kush është babai I këtij fëmiu. Dhe kjo grua po thot se babai I këtij fëmiu është Xhurejxhi. Allahu akbar, kurse Xhurejxhi nuk ka pasur kurrë marrëdhënie me të dhe kurrë se komunikimi me atë grua. Dhe atëherë çka ndodh, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të hadithit thotë se janë 2 persona apo 2 bebe, 2 foshën të cilët kanë folur në
në momente të posalindura. Rasti i parë, momenti i parë është ku ka folur Isa i biri Merjemes dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon rastin e dytë është rasti i Xhurejxhit, ku thotë se mbreti e thret Xhurejxhin dhe ja prish foltorën në xhamin e Xhurejxhit dhe i thotë se kjo grua o Xhurejxh po thotë se babai i këtij fëmijës saj je ti. Dhe atëherën Xhurejxhi kupton mesazhin e tij, i fal 2 rekat namaz dhe atëherë çka ndodh se e thret këtë foshën, këtë bebe dhe kjo foshën flet dhe thotë se babai im nuk është Xhurejxhi, po babai im është Bariu. Dhe subhanallahu kemi folur më tepër më gjatë për këtë se duaja e prindit apo nga duaja e prindit ne duhemi të kemi kujdes të madh, ashtu siç ka pasur pasoja Xhurejxhi dhe ne mund të kemi pasoja nga duat, lutjet e prindërve tanë. Ne lutim Allahun fuqiplot që ne të jemi nga ato të cilët përkasin duave për ne, jo kundra nesh. Për të mirën tonë, jo për të keqen tonë. Dhe ne vazhdojmë me kapitullin e rallës, kapitullin 18, duke u afruar pjesës e parë, duke përfunduar pjesën e parë, ku ndoshta na ka mbetur edhe 1 apo 2 me xhelise për të përfunduar pjesën e parë, ajo është pjesa e prindërve. Me do mos Imam Buhariu rahimahullahu taala, Allahu më shiroft, i ka dhënë rëndësi shumë të madhe prindërve, duke na treguar se prindrit janë ato mbas Allahut pejgamberit, mbas pejgamberit kanë vlerën dhe rëndësinë më të madhe ndaj çdo krijese tjetër. Subhanallah, e tregoj një shembull të cilin mu ndodhi para disa ditëve. Para mendone rastin ku u bëra vesh i një muhabeti, ku pasha Allah në oksim billah. Flasin 2 shokë të cilën nuk janë takuar moti, dhe duke folur si ke punën, si hecën jetë e tjere, ti patë një vajzë, po, i tregon punën e vajzës, ku është vajzë e tjere, po ti patë edhe një djalë duke të po, tha. Po, tha, vajza është largë dhe nuk flet me mu. Dhe nuk me tregon se si jeton e tjere, flasim herë. Djali thot, i ka 18 vite, rini. Dhe thot, djali nuk flet me mu. Gjaja e parë të cilën kjo ka vetur, se ish djali ka thënë nuk flet me mu. Allahu akbar. E pyeti pse nuk flet me mu? Kot. Nga mërzien, nga koti, subhanallah. Dhe me do e mos, ne lusim Allahun fuqiplot që këto me xheliset tona, apo këto ndeje tona, këto legjeratat, insha Allah, të jenë vetëm dobi, vetëm të jenë ndryshim, se përva të keq nga dita ditës ne ndëgjojmë ato të cilën me do e mos nuk do të ishte e mirë që të ndëgjohet dhe të jetë në shoqërinë tonë. Imam Buhariu e quajti kapitullin 18 bab ardhil islami ala al-ummi an-nasraniyya. Kapitulli i cili flet që t'ja prezentosh islamin, t'ja tregosh islamin, t'ja këshillosh nënën tënde. Ulemaja përkthejnë ju tërgjimun në këtë kapitull si kapitulli i cili flet për prind jo musliman. Dhe ka ato të cilët e përkthejnë bukvalisht ala ummi an-nasraniyya. T'ja tregosh islamin apo t'jepësh këshilla për islamin nënës apo prindit krishter. Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala e transmeton një hadith nga Abu Huraira radiallahu anhu ku thot: Ma sami'a bi ahadun yahudiyun wala nasrani illa ahabbani. Nuk ka hebre apo qifut apo krishter që nuk do të dëgjoj për mua, thot Abu Huraira radiallahu anhu. Ky është një hadith të cilin parafërsisht të ngjajshëm e kemi përmendur me parë, por nga obligimi që ne të lexojmë këtë hadithe, inna ummi kuntu uriduha ala al-islam. Unë kam pasur dëshirë që nëna ime ta pranoj islamin. Nana e Abu Hurairës radiallahu anhu ishte jo muslimane, ishte krishter. Duke ditur mirë jetën e Abu Hurairës, Abu Hurairë radiallahu anhu e pranoi islamin vonë, para disa viteve, para se të ndroj jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por ishte transmetuesi më i madh dhe më i njohur i haditheve. Në çdo moment u kishte munduar që ta kaloj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të marr nga burimi më i mirë, më i ndershëm nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por
nana e tij ishte jo muslimane, ishte krishterë. Dhe çka ndodh? Ebu Hurajra radiallahu anhu e këshillon nanën e tij. Bënte dua. Dhe atëherë çka? Me fjalë të mira, me fjalë të buta, e këshillon, por ai gjithmonë refuzonte. Allahu akbar. E gjithmonë refuzonte. Allahu ja zbute pak sa zemrën. Por çka ndodh? Ebu Hurajra thot: فأتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها. Dhe shkoi Ebu Hurajra radiallahu anhu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I tha çka? O I dërguari I Allahut, bën dua që të udhëzohet nëna ime. Ud'u Allah laha. Kemi thënë për këtë se ne nuk kemi drejt që të kërkojmë falje për prindërit tanë të cilët nuk janë në Islam apo nuk janë të udhëzuar. Por ne kemi obligim në një farë mënyrë që ne çka të kërkojmë që Allahu t'i udhëzojë së pari. Çka thot Ebu Hurajra I kërkon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të bëj dua, që t'i udhëzoj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fada'a dhe çka ndodh? فأتيتها وقد أجاف عليها الباب فقلت فقالت thot Ebu Hurajra radiallahu anhu kthej tek shtëpia dhe çka ndodh? فقالت يا أبا هريرة أسلمت. O Ebu Hurajra e pranova Islamin. Allah كثيتك بيغمبر صلوات ربي والسلام عليه فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي. O I dërguari I Allahut, bëj dua Allahut që t'i falë gjënat Ebu Hurajrës mo dhe nënës Ebu Hurajrës. Çka thot pejgamberi Allahu? فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. Se bën pejgamberi sa sem doan, Allahu akbar, thot Allahu im, robi yt Ebu Hurajra dhe nëna e tij bëj të dashur tek njerëzit. Allahu akbar. Dhe për këtë arsye Ebu Hurajra radiallahu anhu në fillim të hadithit ka thënë se nuk ka njeri I cili nuk do të mëdoj. Subhanallah, ne kemi thënë për këtë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe thënë se çdo kush I cili bën dua dhe thotë se Allahu im fali gjinat Ebu Hurajrës dhe nënës Ebu Hurajrës dhe Allahu po që plot do ta bëjnë nga ato të cilët do t'i falë gjinat atij. Dhe ne do të flasim në vazhdim për atë. Imam Buhariu rahimahullahu taala, me domos e kemi një farë se urtësi të Imam Buhariut që ti ndërlidhim dy kapitull, është kapitulli 19, bab birrul walidain ba'da mautihima. Thot respektimi, nderimi dhe gjëshmeria për prindërit pas vdesin. Allahu akbar. Edhe Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala transmeton një hadith nga Abu Ubejda radiallahu anhu, kuna inda nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun. Ishin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe një njeri pyeti, ja Rasulullah, hal baqiya min birri abaway shay'un ba'da mautihima abirruhuma. A ka mbetur apo a ka ndonjë gjë të cilën ja Rasulullah pas vdekjes së tyre unë mund të respektoj të nderoj prindërit e mi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot qala na'am khisalun arba'a. Thot janë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I përgjigjet po, thot janë 4 mënyra. E para është ad-du'a lahuma. Ti bësh dua, ti bësh lutje për to. Wastighfaru lahuma, që të kërkosh falje për to. Allahu im mundsoju xhenetin prindërve të mi. Allahu im falju gjenahet prindërve të mi. Në çfarë do gjuhet botës, ti kërkosh Allahut fuqi plot. Wa infadhu ahdihima, që ti përmbushesh premtimet, betimet e tyre. Dhe e katërta, wa ikramu sadiqihima, që ti respektosh, nderosh miqt shokët e tyre. Allahu akbar. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wasilatu rahimi allati la rahima laka illa min qibalihima, që ti mbash lidhjet farefisnore, lidhje familjare që ata ti kanë trashëguar. Allahu akbar. Imam Buhariu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do mos na kanë treguar për një vlerë të madhe
një dashuri të madhe për prindërit tanë. Me do e mos, ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte uswatul hasana, shembulltyra më mirë. Kemi thënë, po ishte e udhës që ta kujtojmë. Njeriu kur e paramendon dhe e din se lindi pa baba, mbas një kohë të shkurtër e humbi dhe nënën dhe nuk e mbajtën në mend. E humbi mbas një kohë të shkurtër dhe gjyshin. Humbi edhe axhen, Allahu Akbar. Ishte njeriu më i dashur të njerëzimit, më i miri i njerëzimit, Allahu Akbar, shembulltyra më e mirë. Dhe ne shpesh herë kemi prindërit tonë të gjallë në shoqërinë, dëgjojmë çka? Mos respektim dhe mos ndëgjueshmërinë ndaj tyre. Allahu Akbar. Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala transmeton një hadith nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ku thot: "Turfa'u lil mayyit ba'da mawtihi daraja." Ba'da mawtihi darajatuhu fayaqulu. Një njeri mund të lartësohet edhe pas vdekjes së tij, mund të ngritet edhe pas vdekjes së tij. Çka thot? Të pranishmit i thonë Ebu Hurajrës: "Ej o Rabbi, ayu shay'in hadhihi?" O Zotim, o Allahu im, çka ishte ajo gjë? Na tregoja Ebu Hurajra. Ebu Hurajra thot: "Waladuk istaghfara lak." Kur fëmiu yt, evladi yt, çka? Waladuk istaghfara lak. Kërkon falje për ty. O Allahu im, fali prindërit e mi. O Allahu im, fali gjënat atyre. O Allahu im, bëju mëshirues. Subhanallah, para mendojnë se çfarë shpërblimit të madh do të fitonim ne dhe çfarë shpërblimit do të fitonin prindërit tanë. Ku ne inshallah me lenin Allahu do ta ndërlidhim me hadithe në vazhdim për arsye se Imam Buhariu i ka shënuar me domos disa hadithe të cilën lidhen njëri me tjetrin dhe dobia dhe mirësia e tyre bëhet dhe më e madhe dhe më e mirë. Muhammed ibn Sirin thot: "Kuna inda Abi Hurajra lejleten." Ishim tek Abu Hurajra radhiyallahu anhu një natë, faqala: "Allahumma ighfir li Abi Hurajra wa li ummi wa liman istaghfara lahuma." Thot Muhammed ibn Sirin, duke ndeju me Abu Hurajra radhiyallahu anhu, thot: "Allahu im, fali gjënat Abu Hurajrës dhe nënës Abu Hurajrës dhe fali gjënat atij i cili bën dua për ato dy." Allahumma salli wa sallam. Qala Muhammed ibn Sirin, thot Muhammed ibn Sirin: "Fa nahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abu Hurajra." Ne kërkojmë falje derisa të arrijmë momentin kur ne të marrim pjesë në duan e tyre. Subhanallah, çfarë dashuri për Abu Hurajra radhiyallahu anhu. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk ka njeri i cili nuk do ta nuk do ta dojë Abu Hurajra radhiyallahu anhu. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ahabbihima ila an-nas, bëj të dashur tek njerëzit. Ulema e thotë se paraqiti i duasë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka bërë Abu Hurajra dhe nanën e Abu Hurajrës ne as nuk e dim se si ishte duke Abu Hurajra. Para 1400 viteve ka vdekur, ka ndëruar jetë. Dhe çka? Ne i duam Abu Hurajra radhiyallahu anhu dhe Muhammed ibn Sirin thot: "Ne kërkojmë që ne të marrim pjesë në duan e Abu Hurajrës." Që ne të jemi nga të cilët do të bëjnë dua dhe të jemi të dashur tek njerëzit dhe Allahu fuqiplot i falë gjënat e Abu Hurajrës, nënës e Abu Hurajrës dhe neve. Dhe për të ndërlidhur me hadithin e kaluar, Abu Hurajra radhiyallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha mata al-'abdu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Ky hadith i njohur me do e mos i do bishë po i njohur të gjithë ne, thot se janë 3 vepra, 3 gjëra të cilet vazhdojnë pas vdekjes së njeriut. E para është sadaqatin jariyah. Sadaka rrjedhëse, vazhduese. E bën një xhami, e bën një kru, e mbjell një pemë, e shtron një rrugë, e hap një rrugë, bën diçka të hajrit, dhe ajo është një sadaka rrjedhëse, vazhduese. E dyta është
ilmin yantafi'u bih, dije me të cilën do të ketë dobi dikush nesër. Dhe këtu me xheliset tona të khairit inshallah taala ne lutim Allahun fuqi plot që të jenë nga kjo pjesa e dytë që inshallah ne të së pari të marrin dobi ato të cilët janë prezente, ato të cilët në ndjekin, ato të cilët inshallah gjenerata të tjera të marrin dobi dhe inshallah taala ne të kemi dobin në ditën e llogarisë. Dhe e treta është waladin salihin yad'u la, dhe fëmiu i mirë, i ndershëm, i udhëzuar, i cili do të bëj dua lutje për prindërit e tij. Subhanallah, Imam Buhariu rahimahullahu taala e fillon së pari me hadithin duke na kujtuar dashurinë për Abu Huraira radhiyallahu anhu, duke na kujtuar vlerën, bereqetin e madh të duas së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe duke na treguar se ne jemi të obliguar që të bëjmë dua, të bëjmë lutje për prindërit tanë. Para mendone ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka edukuar me surë dhe na ka obliguar që në çdo namaz ne i thom Allahumma ghfir li, Allahu më fal gjunat mu, wa li walidayya, dhe prindërve të mi, wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, dhe besimtarëve në ditën e llogarisë. Allahu në çdo namaz unë dhe ti përmendim Allahun, lartësojmë Allahun edhe e lutim që t'i fal gjunat mu dhe ty t'i fal gjunat prindërve tanë. Para mendone cili është synimi i qëllimi ynë, është që ne t'i nderojmë, respektojmë, duam prindërit tanë. Me do mos, para mendone Ebu Huraira radhiyallahu anhu, nëna e tij shpeshherë flite fjalë të cilat nuk ishin të mirëfillta, fjalë jo të mira, fjalë jo të bukura për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për Islamin, për Allahun, por Allahu e zbuti zemrën e saj. Duke bërë dua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke bërë dua Abu Huraira radhiyallahu anhu, duke bërë sabër, shpeshherë ne duke i pasur mendime të ndryshëm me prindërit tanë, ne largohemi me një herë. Prindimi është i vjetër, prindimi nuk din, prindim nuk është i modes, nuk është in, prindim është i keq, prindim nuk din dësi dhe të tjerë. Jo, si do që të jetë prindi yt është prindi yt, nuk mund ta zgjedhësh, dhe ti je i obliguar që ta nderosh, që ta respektosh, ta ndëgjosh. Dhe unë dhe ti, si do që të jetë prindi i mirë, i keq, i gjatë, i vogël, i pasur, i varfër, ne jemi të obliguar që t'i nderojmë, të respektojmë, t'i ndëgjojmë ato. Mos ta ngrisim zërin, Allahu na ruajt, mos ta ngrisim dorën, mos të ngrisim fuqinë ndaj tyre. Dhe ne lutim Allahun fuqiplot që ne mos të jemi nga ato të cilët i bën keq prindërve tyre. Duke ditur mirë se kemi thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se minel kebair, nga mëkatet e mëdha që ti bësh Allahut shok, dhe e dyta ti bësh prindërit e tu të vajtojnë, të qajnë nga mërzia se ti ishe i mos ndëgjoheshëm ndaj tyre. Dhe e përfundojmë me xhelisin ton të sontem me fjalën e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, duke thënë se ana rajulan qala ya Rasulullah, një njeri i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, inna ummi tuwafiyat. O pejgamberi i Allahut, nëna ime vdiq pa lënë ndonjë, çka walam yusi aw nafa'aha. Dhe çka nëna ime vdiq dhe nuk la kur fare testamenti. An atasaddaqa anha. A do t'i ndihmoj asaj nëse unë jep sadaka për të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj duke thënë, po pozitivisht do t'i ndihmoj shumë. Një nga gjërat të mëdha me të cilën ne mund t'i ndihmojmë prindërve tanë, në qoftë se ata nuk e kanë përfunduar, nuk e kanë kryer haxhin, paguaja, shko krye haxhin. Jep sadaka në emër të tyre. Hapë një kru në emër të tyre që ajo të jetë sadakatun xharia dhe të shkojnë sevapet atyre. Dhe Allahu fuqiplot i falin gjunahet e tyre inshallah taala. Bëjnë nga ato të cilët do të japin lemosh, do të ndihmojnë që ti ndihmosh prindërve tu. Kur nuk mund ta dish
se sa do të jetë ndihma jote në ditën e llogarisë për prindërit e tu. Ne lutim Allahun fuqiplot që ne të jemi nga ato të cilët janë të ndëgjueshëm, të respektueshëm, të nderueshëm ndaj prindërve të tyre. Lutim Allahun fuqiplot që ta përmirësoj gjendjen tonë. Lutim Allahun fuqiplot që të zgjoj zemrat tona, që t'i forcoj zemrat tona dhe t'i zbut zemrat tona dhe t'i afroj zemrat tona ka njëri tjetrin. Lutim Allahun fuqiplot që të na i fal gjunat neve, prindërve tanë dhe besimtarëve në ditën e llogarisë. Lutim Allahun fuqiplot që t'i mëshiroj prindërit tanë, siç ato na mëshiruan, na shikuan, edukuan kur ne ishim të vegjël. Lutim Allahun fuqiplot që të na shtoj sinqeritetin, të na jap vazhdueshmërinë në punë dhe vepra të hajrit të dobishme. Lutim Allahun fuqiplot që të jeti i kënaqur me ne dhe ne të jemi në umbredhen e dashurisë, mëshirës, magfiretit të tij. Lutim Allahun fuqiplot që siç na ka bashkuar sonte në këtë vend të bekuar në xhami shtëpinë e tij, të na bashkojë në gradë më të larta të xhennetit Firdaus. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.